processuale. Kush janë ekspertët që të nderuar miq të TI-s, dhe sot takohemi në emisionin 104.1 me mysafirin e radhës, profesor Mustafa Kadriaj, profesor ekonomi, do të flasim për ekonominë e cila asesi të gjejë një stabilitet në vend jo hiseq, por edhe në arenën ndërkombëtare për shkak të zhvillimeve të ndikueshme nga pandemia pas sa çështja e Ukrainës dhe tashmë zhvillimet në linjën e mesme konkretisht luftës Amerikë-Izrael dhe Iran. Por sa po ndikojnë kjo në Kosovë dhe cila është situata në Kosovë se përket do të thotë inflacionit dhe jetës në Kosovë, do të flasim në pika të shkurta padyshim me profesorin nderuar. Nderuar, përshëndetje mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se vjen faleminderit për ftesën si gjithmonë. Apo në shëron edhe në emisionin e parë, se zgabova që të komunikimin në RTI para disa viteve, kam pyet çka është inflacioni për ata që nuk e dinë, sepse ka herë po ka terme ndryshme, ka kuptime ndryshme. Ma shqiptar se mund të themi çka është inflacion. Nëse flasim me gjuhën e popullit se ndoshta jam auditori e asaj që për me folën ato që kupton qytetari jo sikurse doktorët që flasin termat mjekësisë, atë vetëm ndëgjon me habi diçka fjallë që si kupton fare. Po morë për asyr që ata duke funë shkencën e vetë jenë korrekt. Por edhe këtë rast si ekonomist, vlerësoj që nëse flasim inflacioni ka dhe burimet e veta, nga ona ofertës, nga ona kërkesës, nga ona onës monetare, gjitha ato, por nëse flasim kështu në kuptimin që për me kuptu qytetari dhe që qytetari e ndjen dhe përjeton çdo ditë në shportën e konsumit dhe në portofolin e vetë, në kuletën e vetë, është që me të njëjtën monedë, me të njëjtën fuqit monetare që ka pas në portofolin e vetë, nuk mund të blenë si që ka blenë ndoshta para një muaj, para një viti, para një dite, para 5 vite, pra kjo është ajo që ty të rëndohet shporta e konsumit, pra pares shkën duke i humbër vlera, sepse rritën çmimet, unë thash e kanë burimin nga mënyra ndryshme, pra nga ona monetare, që në fakt euro për ne është një para, ndoshta nivel ndërkombëtar ka fuqinë e vet, po për ne si Kosovë me një nivel buxhetet dhe me nivel të rritjes ekonomike, zhvillimit ekonomik, mirëqenies, është pak parë e shtrenjtë për ne, por sidoqoftë ne na ka imponu ky regjim i euros, do thot nga natë kohë siç ka qenë nga UNMIK ato, por nëse flasim nga ona e ofertës dhe kërkesës, pra është një diçka që kërkesa normal që si gjithmonë, ku njeriu është i gjallë, pra ka nevojë gjithmonë kërkesë si në shportën e konsumit, si në derivate, si në energji elektrike, të gjitha, pra kërkesa sa më lartë me një farë mënyre atë biznesit e rrisin çmimet dhe shërbimet e tyre. Po ashtu edhe ona tjetër që nëse oferta bie për një produkt të caktuar, pra normal që rritet çmimi. Kur rritet oferta, pra bie çmimi. Kjo tani mos thim në atë pjesën ofertë elastike, fikse, kret, po në ekonomi tregut potencialisht do të pas kërkesë elastike që me një mënyrë me qenë një jetë më e lehtë për qytetarin. Por kur flasim në këtë stad, çfarë është Kosova, që ne jemi një vagon i fundit i asoj lokomotivës ekonomike botërore, ne nuk mund as ta parandalojmë, as ta diktojmë, as ta ndalim lëvizjet. Ne ta përmirësojmë këtë rast shteti. Shteti krejt që ka do të mbi bazën lëvizjes dhe sjelljes demokratike të ekonomisë tregut vetëm mbi bazën e taksave dhe tatimeve, që ta lehtësoj bërit biznes dhe rrjedhimisht të ndikojë në shportën e konsumit. Por si duket që qeveria e Kosovës e ka gjetur mënyrën më të lehtë që nuk po intereson fare kjo pjesë, po intereson vetëm mbushët arka shtetit dhe del me krekosi që unë po mbushë arkën e shtetit, por do të kem qartë që ajo mbushje arkës së shtetit e dëmton edhe biznesin edhe qytetarin. Pra në momentit saktune, kësi lloj situata për shembull në rastin e rritjes së çmimeve derivate, pra në shakon për kohë të caktuar, jo me vendos kësi çmime tavan, sepse ne nuk kemi nevojë për sjellje arbitrare në ekonominë e tregut, por për shembull në moment caktuar, për shembull me ul akcizën për një muaj det të vëshën diçka që gjithta barën, pra edhe qeveria me një mënyrë të atkur tyret në arkën e shtetit,
po një herë të lehtësohet bërit biznes që rrjedhimisht me ndikur, do thot, në mirëqenien e qytetarit. Por kur i ul të taksat tatime, normal që duhet të ketë mekanizmat e vetë shteti, për shembull inspektorët e mbrojtjes së konsumatorit, konkurrencës lirë, që mirëfamiljen mos ta abuzojnë me uljen aty në taksat e tatimit që bizneset vazhdojnë me ato çmimet e larta, por konform marzës së fitimit me një farë mënyrë të jenë në interes të qytetarit që gjithë së bashku ta ndajmë mirën dhe të keqen, sepse tek e fundit këtë shtet gjithë po jetojmë, si qeveria, si biznesi, si qytetari. Në këtë rast akciza dhe TVSH-ja, nëse largohet të tërhiqen për një kohë të caktuar, Më largu komplet, po më ul përqindja. Pra i bie në të mirë të qytetarëve në dëm të shtetit, a përdekshëm me kuptu sipas qeverisë? Jo në dëm të shtetit, por në situatë të caktuara. Da po thonë që po kemi probleme pastaj me buxhet. Ja, po jo, se tash në anën tjetër po krekoset qeveria që ka mbushur orën e shtetit. Aq më shumë për mua ka qenë flagrante shpreha e kryeministit që përkundër që më keni bë thirrje ju si opozitë që me ul akcizën, unë kam vazhduar me atë akcizë lart dhe vetëm çka i kam shtu votat tek elektorati. Pra po do më tregu ti që e ki qytetarin aktiv, e ki votuesin naiv, qytetarin naiv. Pra është një diçka që kjo është e rënda dhe nëse nuk e kupton ekonominë e tregut, shumica e qytetarëve nuk ka nevojë me qenë ekonomista, kryeministri duhet me qenë në zërin dhe në interes të qytetarit. Pra, për fat jo të mirë, kryeministri ka gjetë një teren dhe kjo qeveri që qytetarin po e josh, po e mashtron me disa lloj pagesa kështu në moment caktuar, po në anën tjetër ja dëvishon duke ja marrë përmes derivate, përmes shportit së konsumit, përmes energjisë elektrike. Pra qytetarët do ta ketë qartë që nuk është ndihmës nëse ti jep 100 euro e në anën tjetër ti merr në fakt 300. Pra qëllimi është që ti me pas një trajt shumë mirëqenie dhe kushtimisht me të rrit mirëqenia në vazhdimsi e jo në moment caktuar më mjaftu me të lëshu një pagesë do si do nga ana e qeverisë, ndërsa në anën tjetër me të rrit kosto e jetës në vazhdimsi. Pra unë jam i thërë që me pas stabilitet në zhvillim ekonomik, stabilitet në çmime, jo për shembull kësaj lloj kërcime drastike që unë jam i thërë që pa marrë parasysh që i kem lëvizje në nivel global, qeveria në momentet caktuara do të me një farë mënyrë që mos ta përsëris me ndatë mirën dhe të keqen së bashku me biznesin dhe me qytetarin në vend. Në këtë rast, si po e shifni ju jetën në Kosovë në këto momente, është bërë jeta më shtrenjtë, sidomos pra pas zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme, shtetimi i derivateve ka ndikuar më tek shporta konsumatorit, po vren që ka ngritje të çmimeve. Ne jemi mësuar që sa kohë tash çmimet me ngrit edhe të derivateve dhe të produkteve ndryshme janë shumë të shpejta, por pastaj zbritja e çmimeve është shumë e ngadalshme ose edhe hiç. Unë ndëgjoj disa zëre që e mbrojnë vjen qeveritare që thonë që nuk është kjo gjendje edhe kjo mirëqenie e ulët në realitet, por një lloj perceptimi. Po edhe perceptimi krijohet duke përjetu në vazhdimsi. Ky qytetar, këtë realitet është duke përjetu ndoshta që nga mbas lufta, por tani kur flasim për kundër trumbetime dhe ardhes kësaj qeveri që gjësën do të jem qeveri në interes të qytetarit, tani kur flasim, kjo qeveri edhe më shumë ja ka rëndu jetën e qytetarit. Pra, ekonomia nuk ka nevojë me të bëjë shumë llafe, por është gjendja ekonomike, niveli i mirëqenies ekonomike e ka bërë që qytetari nuk mund ta përballon. Pra, në momentin që ki gatishmëri të qytetarit për të larguar nga vendi, pa marrë parasysh profesionet dhe edhe edukimin e tyre profesional dhe shkollor, pa marrë parasysh që bizneset që i ke pas vendore dhe prodhues vendor tentojnë dhe kanë gatishmëri për të larguar nga vendi. Ky është një perceptim real që nuk po mund t'ja ndalin as bizneset, as qytetarët me jetu në këtë vend. Pra, kjo është testi më i mirë për qeverinë aktuale që nuk ka politika të mirëfillta në interes të zhvillimit dhe mirëqenies së qytetarit, zhvillim ekonomik dhe interes të qytetarit. Pra, nëse thot qeveria kem rritje ekonomike, unë vlerësoj që këta e kanë gabim. Kem mbushje të arkës së shtetit, kem buxhet më të lartë, por nuk kem rritje ekonomike dhe nuk kem zhvillim ekonomik sepse biznesi
është shumë më keq se sa që ka qenë më herët, biznesi është qytetari është shumë më keq në mërqenje se që ka qenë më herët. Pra këta janë dy treguesit dhe këta janë dy shtyllat kryesore në një shtet që është demokratik dhe në një shtet që është orientuar me ekonomi të tregu, ku ne këtë drejtim flasim me plot kuptimin e fjalës që ne prej kushtetutës së ligjeve ne jemi në parim dhe me ligjin ne jemi në ekonomi të tregut. Pra, unë do ta përsëris që pa marrë parasysh që forcat politike ose forca politike ose kjo forcë politike që në qeveri që është brumosne me orientime majtiste do ta ketë qartë që Kosova është çliruar dhe është orientuar me forca demokratike dhe me ekonomi të tregut. Pra ata mund ta përjetojnë ato mendimet e tyre dhe ëndrat e tyre me orientim majtist, por do ta kenë qartë që Kosova një herë për gjithmonë është orientuar me orientim demokratik dhe me orientim të ekonomisë së tregut. Që ka qenë, po themi, thonjca interesante që Ministria ka dalë me çmim tavan të derivateve, ndërka çmimi ka luajtur në shumë pumpa të derivate. Do thotë çmimi tavan kanë qenë vetëm sa si lajm, jo dhe implementuar apo inspektorat në terren. Ajo që është edhe më interesante është më absurde në fakt. Më absurde është se çmimi i tavan nga Ministria është më i shtrenjtë se sa në disa derivate, pumpa derivate të shqipe. Pra, është e kundërta e saj. Për fat jo të mirë ka gjetur terren e lloj mendësie, mjafton qeveria dhe mjafton një ministri me dalë me një lloj lajmi, me një lloj sjellje populiste gjëse në interes të qytetarit, mjafton me një udhëzim administrativ ose me një diçka, dhe qytetari sikurse mjaftohet që e kryti punën qeveria ndaj qytetarit. Edhe po ta merr atë vendim, ai vendim i jetësohet kur i kiti mekanizmat në terren. Përderisa nuk e kiti në terren inspektorin që mbron konsumatorin, inspektorin që mbron tregtinë e lirë, të këtë banë udhëzim administrativ, udhëzimi administrativ mbetet vetëm në sirtaret e qeverisë ose të ministrisë të caktuar. Pra qëllimi ne të kemi të jetësim të vendimeve, e jo vetëm me dalë me disa lajme ose me disa vendime ose fjalime thjesht populiste, por këtu në këtë rast një dozë të fajit e ka dhe vetë qytetarit që bie në lajthitje dhe mashtrohet nga këto sjellje. Aq më shumë, unë jam kundër çmimeve tavan. Në ekonomi tregut nuk kemi nevojë ne për kësaj lloj vendime arbitrare, sjellje të shtetit ose menonca të sjelljes së majtiste, por që për shembull në këtë rast, pra është sepse nëse marr mënyrë hipotetike, këto biznese nuk mund t'ia dalin, për shembull ja vendos çmimin tavan, dhe këto biznese nuk mund ta furnizojnë tregun me derivate, me shport konsumit, ato tërhiqen ose falimentojnë dhe kush po humb shteti dhe po humb ekonomia e Kosovës. Pra ne nuk kemi nevojë të rrezikojmë as biznesin, një herë as qytetarin. Pra ne jam idhëtar që për shembull në momente të caktuara ta ul përqindjen e akcizës, ta ul të vëshën në dogan, ti ul ndoshta ndaj tatim ose diçka të çet kota për shembull tarifë ose kota për shembull në dogan që nëse ka një produkt caktuar që mund të mbulohet për disa muaj prodhim vendor, pse ta lëm do thotë me na ngulfate prodhimi i importit. Pra edhe atë në momentin që kiti import të lartë, sepse kjo qeveri është ardhur me atë sfondën e saj politik që ne do ta krijojmë buxhetin me taksa dhe tatimet prodhimet vendor, por sot kur flasim buxhetet po i krijon kjo qeveri me taksa dhe tatime prej importit. Pra kjo mund ta mbush let arkin e shtetit, po njëherë po dëmton atë prodhimin vendor që mund të merrni edhe si më thonë edhe si zë në terren që prodhuesit vendor si asnjëherë më parë dhe më keqen se sa që kanë qenë më herët. Po ka dhe abuzime të ndryshme nga tregtarët dhe nga biznesi në Kosovë. Pra po shfrytëzojnë krizën e cila po kërset në Iran dhe ti përdor për ngrit çmimin e produkteve, do thonë nuk është mund të ka shpejt mundi. Për atë arsye ekziston demokracia, ki subjekte politike, vin shprehje, vin qeveri, unë gjithmonë e them, askush me zor nuk i ka fund politikë dhe askush me zor nuk ja u ka dhënë pushtetin. Por këtu çfarë foj ka politika në këtë rast? Në këtë rast janë institucionet qeveritare që nuk e kontrollojnë
dhe nuk i mbikëqyrin tregun. Unë rregullisht jam duke bërë thirrje që me pas inspektorat në teren, sepse kur flasim për shembull për derivatet, dinamika e qarkullimit dhe shitjes së derivateve nuk është sikurse me shit për shembull këtë rast krem banane të tash mundem i bëj reklama dhe lirit ose jone sepse këta nivelin e qarkullimit e kanë shumë më ngadalshëm se sa derivatet. Dhe mjafton një biznes i derivateve me shit 2 orë se një gjysmë dite, edhe në fakt të shet ma të çmim marramendës, kur i shkojnë inspektorat e kthen edhe të çmimin çfarë e ka caktuar çmimin tavan qeveria. Deri paso kushtimisht. Pra është po. Pra është qëllimi që ti mi pas inspektorat 24/7 që thonë që është ai parimi kështu. Ka inspektora pastaj lind pyetja tjetër. Unë vlerësoj që nuk është në pyetje edhe numri inspektora, është në pyetje gjobat kapitale. Kur i vendos ti gjob kapitalin e X biznesit, ajo është leksion për biznese tjera. Por jo ti një gjob do thotë mos përfillse, ai vazhdon prapë të shet me ato. Por kur është gjob kapitale serioze nga ana e shifrave financiar, aja do të thotë ai biznes do t'i mban leksioni bizneseve të tjera që keni kujdes se kësi gjobë mora one. Por kur ki gjobë do thotë sa përsye faqe normal që ti ki apozime me çmime. Edhe aq më shumë unë gjithmonë them, unë nuk e akuzoj biznesin sepse qëllimi i biznesit nuk është shoqata humanitare, është fitimi dhe përfitimi sa më i lartë, sa më i madh. Por për atë arsye kemi institucione që thash edhe në fillim që dohet me kontrollu dhe me mbikëqyr. Pra unë gjithmonë mos ta përsëris, gjithmonë e them, aty ku nuk ka polici, ka krim. Pra në momentin që nuk ki inspektora, ki abuzim me çmim. Kjo është shumë normale dhe mos priti prej biznesit atë farlloj etiken ideale të bërit biznes, sepse të ke fundit edhe bizneset nuk ka që e kanë të tapetin e ku që me u fund në ekonomi të rregut, nuk është as pak e lehtë me marrë me biznes edhe me mojt biznes për shembull këtë rast me derivata se diçka se dinamika lëvizjes së çmimit është shumë e shpejtë. Pra do ta kuptojmë edhe anën e tyne, por pa marrë parasysh shteti ka mekanizmat e vet demokratik gjithmonë. Pra unë jam kundër çmimit tavan, jam pro do thotë që me pas dhe të lëvizje me taksa, me tatime, këtë rast me akciza, me tarifa në dogan, pra qëllimi është që ti gjithmonë e thamë, nëse ti jeton me një kulm, edhe të shtëpis, do të me ndatë mirën dhe të keqen së bashku. Jo në këtë arstash si qeveri, unë ta kem komoditetin, ta mbushja arken e shtetit, dhe të kem buxhet dhe të kërkos më, dhe unë të thamë që unë për ja u vjeli taksë dhe tatime biznesev, sepse këto më heret ju kanë dëmtu si qytetarë me një familje të cilet me politika populiste që unë bja marë parat oligarkve për jap ju qytetarëve. Po e njëta kjo qeveri për ja u rritë çmimin e energjisë elektrike dhe derivate dhe shportën e konsumit çdo ditë. Për çato pare që për ja u ndanë, kush po i marrin këto biznese. Nëse ka me mbush veturën me derivate, nëse ka me shpenzu energji elektrike, nëse ka me mbush arke, shportën e konsumit, po i marrin këto biznese, po njëherit rrjedhshmërisht po i merr prap qeveria përmes taksave dhe tatimeve. Pra qytetari vetëm po e ka një shifër më shumë, por nuk po blen më shumë. E këto që bën e pyetjen në fillim, inflacionin kjo është, pra ki pare, por blen më pak. Pra është që kjo është që i hum vlera pares në rast kur ki inflacion të lartë. Se shihni situatën ekonomike në muaj të ardhshëm, nëse vazhdon kjo situatë lindjen e mesme, por është një lloj propagande që nga frika pra një deklarat e Trumpit në SBA për lëvizjen e herë do thotë çmimet e derivateve, pastaj çrrimisht po ndikon edhe në fusha tjera. Jo, kjo nuk është propagandë, kjo është realitet që tash një deklarat e Trump nuk mund të krahasohet me një deklarat të zotit Kurti, ose të Edi Ramit, ose gjithë kryeministrat të Ballkanit. Është shumë normale. Aja është shumë e ditur edhe këtu nuk ka vend për propagandë, po është reale. Por në këtë rast, krejt çka do të bëjë qeveria, se ti e bën pyetjen që ne jemi që si do të jetë ekonomia Kosovës më të ardhshëm. Unë raj që të konsolidohet posti i presidentit, mos shkojmë në zgjedhje, mundësisht po vlas si ekonomist me interes të shtetit, edhe si qytetar, sepse jemi stërlodhur me këtë
lloj sjellje fizkultura, tulta politike, pra qëllimi është që ne të kemi institucione stabile. Nëse nuk kemi institucione stabile, do të thellohet edhe më shumë për keq mirëqenia e qytetarit, niveli i aktivitetit ekonomik dhe si pasqyrë përgjithshme apo si mozaik i përgjithshëm i shtetit Kosovës do të jetë edhe më keq. Pra, unë uroj që mos të kemi zgjedhje, sepse mund ta merr me mend që e gjithë vera, ostina e verës do të shkon me zgjedhje tani më shumë po vënohen edhe numrimi i aty në votat ankesat po të gjitha ato, kështu që ti në kohën e kulmit ku pritet me pas aktivitet ekonomik, pra ti do të ki problem me zgjedhje që uroj që mos të ketë. Dhe krejt çka po mbetet, se më thon ai shpëtimi i ekonomisë në nivel, sepse ne që 2 vite po na jep edhe Banka Botërore raportin që ne kemi rritje se rezultat i konsumit. Pra ky qytetar normal që këta qytetar kanë me hangër, kanë me pi, është shumë normale, edhe kanë me vesh mbadh, por që ku po mbesin dora shtetit, ku po mbesin politikat ekonomike, po parendruam duket që do të ketë disa masa nga qeveria e Kosovës, nga Albin Kurti, pra është për fol këtë ditë që do ta shtin dorën, por mbetet më pas se çka. Unë ato masa nuk po m'pëlqejnë, kjo më dhon ty mjete të gatshme. Unë sepse mënyrën e drejtë, edhe pagën minimale, edhe pagën e 13, do të më ta diktu ty sektori privat, jo qeveria, jo sektori publik, pra sektori privat, kur e arrin aktivitetin e vetë fuqishëm, të bërit biznes, ai rrjedhimisht i rrit pagat, ndoshta edhe vjen një moment që me dha pagën e 13, që ai e dikton e imponon edhe sektorin publik, edhe pagën e 13, edhe gjitha, edhe me rrit edhe koeficientin e pagës e gjitha, por këto për fat jo të mirë, që nuk, kjo është, do të thotë, nuk ka vetëm në ancë të ekonomisë së tregut, kur qeveria në mënyrë të njanshëm e rrit pagën minimale, je pagën e 13, që tash është qetë me një pikë pyetje të sektorin privat. Atë je pagën e 13 apo mos ta jep, sepse tash të ndryshe je pagën e 13 qeveria, sepse nuk i dhimen taksat dhe tatimet tona. Aja jep shumë lehtë, po sektori privat, ai duhet mi pas fizikisht për mi dhanë, sepse nuk mu, ti ton ditën mund është me thonë, ka mi dha punëtorëve paga. 13-14, po duhet me pas fizikisht, me pas në llogaritë bankës, që për mi dhanë. Pra është një diçka që ti po bje para një aktit kryer biznesit. Ose mi dhanë pagat, ose mu detyru mu të rjek biznesi që me shu aktivitetin ekonomik, ose me dalë, do të me një shtet tjetër fëqin me vazhdu aktivitetin e vetë biznesor, sepse nuk mund ta përcjell qeverinë aktuale me kësi farë lloj lëvizje jo korrekte dhe sjellje jo në atë kuptimin e interes të biznesit, sepse unë gjithmonë thamë, do të shteti me pas 2 parime nëse do me ekzistu si duhet. Duke mbrojt biznesin, njëherët edhe qytetarin. E jo me një mënyrë të krijon kësi lloj hendeku, sepse e keni ndëgju vazhdimisht qeveria del që kur i jep një diçka që në interes të paga ose ndonjë politike sociale, thotë për dallim të qeverive kaluar ne po ja marrim oligarkë, po ja japim ju. Pra ti po krijon hendek, po krijon konflikt mes biznesit dhe qytetarëve. Pra, kjo është tipik sjellje majtiste që gjithmonë duke kriju armiq edhe fiktiv që për me qëndru në pushtet. Pra, qeverit që janë në interes të shtetit, qeverit që janë në interes të qytetarit, janë bashkëpunus e jo me një farnyre largos ose me një farnyre refuzus ndaj biznesit ose të kategorive të caktore që edhe sot kur flasim është ndër qeverit që mas pakti ka pas komunikim me organizatat e biznesit dhe të biznesit. Sa mund të jetë një pagë mesatare për këtë jetë që po bën në Kosovë, sepse tash po i shohim me prof edhe kriza e fuqisë punëtore. Me një anë kemi plot djemë të rinj dhe vajza të reja që jetojnë jena të papunë, por me një anë kemi edhe pjesën tjetër që nëse dalim tash nga studia rrethërisë në Grand poshtë, shohim në çdo dytë lokal që kërkohet punëtor dhe së punëtore. Por po shohim që pagesat janë të larta që po i kërkojnë, pra 700 euro për pjetë, kontrata punës, ushqimi, që përka gati sa një rrugë të Gjermanisë. Për atë arsye, ndoshta gjatë bisedës kisha gjithmonë këto që kjo është
kjo do të ishte dasht me qenë, dhe kjo duhet me qenë që sektori privat me diktu, do të thotë lëvizjen ekonomike që edhe shteti me qenë i diktuar, qeveria me qenë i diktuar nga sektori privat. Tash po ta marrëm me disa lloj sjellje, për shembull, qeveria po ju jap pagën e 13 ose diçka, po me këshyr kur marrëm për numrin e punëtorëve në sektorin privat dhe nivelin e pagave, prap sektori privat po ta shoh për kundër problemeve që i kanë bizneset, po arrin me pagu paga, do thotë më të larta se sa pjesa dërmuese në sektorin publik ose shtetëror. Pra është në diçka që në këtë rast kur flasim, për mua është lajm i mirë kur për shembull do thotë lajmërime që ka kërkesë punëtorëve, më rrit niveli i mirëqenies së punëtorit në punë, rehabilitimi, trajtimi, sepse do ta kem qartë që qytetari dhe punëtori në Kosovë në biznese mbas lufte do ta them këto publikisht që ka qenë i kestrejtuar dhe ka qenë i eksploatuar. Kur themi eksploatuar, pra mund ta merrem me mend sigurisht se një produkt ose një mineral që nxjerr e përpunon edhe shet. Pra nuk i fare do të trajtim human ndaj tina. Pra këto është poenta që edhe me këtë lloj karte, edhe kjo qeveri po sillet me këtë lloj të populizmit që pi thot qytetarit ende një qytetar kështu i pa informuar drejt, pi thot që unë ju kom shpëtuar nga këta oligark, por për mua është e udhës që qeveria në bashkëpunim me biznesa dhe me qytetarë me një mënyrë gjithmonë pi thot me do të mirën dhe të keqen, që jo me kriju hendeshe, jo me kriju kësi lloj armiqësi edhe kësi lloj përçarje, por me qenë bashkëpunues edhe me sindikatet që mbrojnë interesin e punëtorit në punë, po ashtu edhe me organizatat që mbrojnë interesat e bizneseve. Jo me një mënyrë me qenë thjesht largos edhe mos përfillës ndaj bizneseve dhe ndaj sindikatave, sepse gjithmonë them që të mirën e të keqen do ta dajmë të gjithë së bashku, sepse po jetojmë në këtë ombrellë që quhet shteti ose Republika e Kosovës. Së të tërgove për rrugën, për pagën, sa mund të pas? Do shta, Miki. Ta është të nëse problemi kryesor. Unë gjithmonë sektori privat në em, thash, ta dikton ty edhe nivelin inflacionit, edhe nëse, ju tham shumë sinqert, edhe me praktika, po dhe me teori ekonomike që sektori privat, po të arrit në mënyrë një trajtshme, edhe duke në hatë nivelin e inflacionit në vend, inflacioni edhe nuk rritet në mënyrë kërcyse, por shkon një trajtshëm. Por kur shteti, bank si lloj politike sociale, jep pagën e tërmet e këto, në mënyrë automatike e dikton rritjen e inflacionit. Dhe tash me atë inflacion, edhe këta punësuan në sektorin publik. Nuk blenë më shumë, po ashtu njëherët i rëndohet edhe jeta e të punësorit në sektorin privat dhe në përgjithësi të qytetarit në vend. Pra është një diçka që në ekonomi kur dosh me bën një veprim, do të më marr shumë faktorë, sepse ekonomia është sigurisht se pika e ujit, pra e ka ta gjen me let ik. Pra është një diçka ose lëviz. Pra është në këtë drejtim shteti nuk do të më marr veprime me një mënyrë me llogarit në votë, po në interes të ekonomisë së vendit. Po për fat jo të mirë, asnjëherë nuk kemi pas ashtu qeverinë me të vërtetë në interes të biznesit dhe të qytetarit dhe të shtetit, por gjithmonë duke kalkuluar në votë. Aq më shumë kjo qeveri është kampion i gjitha qeverive që çdo veprim e kalkulon në votë. Po ti nga shumë si opozitar. Unë kam qenë nëse prej 2015 jam aktiv në media. Unë edhe me të njëjtën gjuhë kam folë edhe ndaj atyre qeverive. Kështu që unë jam shumë komod në këtë drejtim. Prej 2015 cil mund ta mendoj se cili çfarë qeveri kanë qenë. Kështu që unë në këtë drejtim jam shumë korrekt me vetveten, sepse nuk kam ndryshuar në trajtimin e çështjeve dhe problematikave. Pra për mua si ekonomist është me një mënyrë që e tha në fillim çka është inflacioni. Pra ne nuk do të flasim për qytetarin, sepse një ekonomist i madh ka thonë një kohë që detyra e ekonomistit është që ato politika qeveritare, çfarë i ban, do t'i përkthej
në gjuhën e qytetarit që ti kuptoj. Pra, edhe në këtë rason si ekonomist e kam për obligim moral dhe profesional që t'ja qartësoj qytetarit në vend që e ki këtë situatë ekonomike, pa marrë parasysh që qeveria ta jep do thotë një përkrojet momentumit, një moment caktun, do thotë për fëmijë ose diçka në politikë sociale ose një pagesë caktuar, por nuk mbohet as mirëqenie, as ekonomia me një pagë ose me një subvencion të caktuar. Pra duhet me bëj politika me qenë një trajtshëm, me një mënyrë që politika investive, sepse unë gjithmonë e tham, kur shteti ka politika investive, përfiton biznesi, sepse qarkullon, punësohet qytetari, i largohet barra shtetit, sepse biznesi e mon qytetari në punë ose e shton punësimin, edhe njerë shteti, përmes ati qarkullime dhe aktivitete ekonomike që banë biznesi në vend, përfiton taksa dhe tatime. Pra, nuk mbohet shteti me politika sociale, do të ketë qartë edhe qytetari, edhe qeveria që, sepse ti nuk mund është ti gjithmonë, ti edhe nëse ki miliarde merë e mos kthe aty, do thotë ato harxhohen dikur. Por është qëllimi që ti fut edhe ato mjeti ti fut në qarkullim, që edhe të punon biznesi, edhe të punësohet qytetari në mënyrë të natyrshme rritet mirëqenia. E nuk rritet mirëqenie pse jep një pagë të 13, sepse është një herë në 12 muaj. Ajo një njëv ditë t'i banë, ma shumë nuk t'i banë, edhe harxhon edhe ditën ti do të me jetu një vit. Më qenë se mi ka funi, çfarë mund të kryej një qytetar me një pagë 500 euro, ose me një pagë 700 euro? Unë vlerësoj për inflacionin aktual, edhe për gjendjen në nivel global, unë vlerësoj që qeveria i ka dy rrugë, ose të arrit pagën minimale, që përfiton masa, sepse qëre këto pëlluat në em një farloj karte që jo pagën mesatare kem të lartë në Kosovë, një diçka në atë pagën mesatare, hynë edhe pagat e presidentit, e drejtorit trusit pensionale, ose të bankës qendrore, ose të kryeministit, ministra, por atë janë, kur flasim si numër janë shumë të pakt, ka se me pjesën dërmuese. Pra qëllimi është pagën minimale me arrit, nëse kjo shkon në bashkëpunim me biznesit, ose në anën tjetër, për situatën aktuale në vlerësoj që ma mirë shteti të orientohet që mos me qenë shtet arbitrar, mos me qenë shtet me politika majtiste, por me qenë shtet me politika demokratike të orientuar me ekonomi tregut, që përmes taksa dhe tatime, sidomos në moment caktun, në këtë kohë të caktun, me i analizu mirë që kjo të vëshë, a me përshkallëzu edhe më shumë, për shumë në pjesë që është dërmuese, do thotë produktet e shportit me një mënyrë, a mi bë me të vëshë zero, apo më ul të vëshën edhe më shumë, ose në akciza, jo çdo gjë me qenë akcizë, sepse ti ki, për shumë disa produkte që janë shëndetësore, që janë të përditshme, ose që e ruajnë shëndetin e njerit, kanë akcizë, pra do të me pas kujdes edhe çka më fut në akcizë. Jo, për shembull, e ki qatë mundësi, do thotë vetëm me vendosje produkt në akcizë, me një mënyrë më damtu në fakt qytetari. Në akcizë përgjithësi pjesa e luksit, por nëse flasim akcizë me qenë për shembull një diçka me mirëmbajtje së shëndeti i trupit, unë vlerësoj që ai nuk duhet me hyrë në akcizë. Nëse është kozmetik, puro kozmetik, janë për me qenë në akcizë. Por nëse është një diçka shëndet dhëmbëve ose diçka, unë vlerësoj që ai nuk duhet me qenë në akcizë, sepse ajo është edhe shfrytëzim i përditshëm, edhe e ruan shëndetin e vetë qytetarit në vend. Por na jem këto për fat jo të mirë. Për shembull, nëse flasim praktikat e shteteve që kanë përmes stabilitet edhe gjatësinë e qeverisje, a edhe politikat i bojnë për shembull institucionet arsimore, i bojnë për Akademia Shkencave, me universitete, me kolegje, me të gjitha, edhe ato të gjithë japin mendimet, vlerësimet, se të bojnë platformat, edhe me një mënyrë ato, me një mënyrë futen në filtra, dhe në fakt qeveria e merr të gatshëm, për shembull, një platformë ose një strategji ekonomike, për shembull, për 15 vite, 20 vite, 25 vite, çka të baj.
konform, për shumë situatat të caktuara ekonomike, së kërtar që kem problem një vend ndërkombëtar, ka me orientu. Por që, si me thonë, atë boshtë, në asë trungun mos me ndryshu. Në një levizë, në një ndryshim paka shumë, si quhet në ekonomi ndryshim edhe thjesht kozmetik, është i leju shumë. Por jo ti vjen kjo qeveri, kreti hull poshtë, vjen e tjetër, kreti hull poshtë, sojna, unë kam thënë gjithmonë strategjia ma mirë, ku nuk ka jetë zëtësia, ajo është të dërshtuar. Edhe nëse një strategji, nështë e vobekt, e varfër për nga ona e ides briljante, por që kur jetësot e ka rezultatën e vetë. Pra ne po vujna prej liderve, prej partive politike, prej mendësisë që pa marrë parasysh që i kanë ato ambicet e tyre politike, tek i fundit ne i kem një interes, një shtet me qenë sa ma mirë, sa ma konkurent, nivel regional dhe global. Kryjnë punë apo s'kryjnë punë 500 euro dhe 700 euro? Për moment se këtu më lërësoj që është sfiduse, sepse gjithmonë nisna nga shporta e konsumit. Edhe po t'i blenë 500 euro gjitha me i fut në shport të konsumit, që nuk mune sepse ti du edhe me jetu, më lërësoj që prapë është sfiduse me kalu mujnë. Po për fat, qytetarë në Kosovë ose punojnë qifti, ose punojnë edhe i punë dytë, që në fakt ja dalin, sepse do t'a kem qarë që përderi sa qytetari jeton, ka një t'hyrë, sepse nuk mund të jeton pa ushqim edhe pa ato gjanat e nevojshme që i duhen ditë ose në muaj. Të nderuar profesor, faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni. Si gjithmonë, kënaqësi është ne, faleminderit. Të nderuar me shkaq për këtë emision takohemi nesër dhe atëherë më mbetshim me programin në vazhdim në RTI. Kush janë ekspertët që